Peshkimi artizanal është forma më e vjetër e peshkimit në Shqipëri, një trashëgimi e ruajtur ndër vite, e cila zhvillohet përmes bizneseve me bazë familjare që janë të përfshirë drejt për drejt në aktivitetin e peshkimit dhe prej shekujsh kanë luajtur një rol dominues në jetën e komuniteteve bregdetare. Ky aktivitet së bashku me aktivitetet e tjera detare është një faktor i rëndësishëm në ekonomitë tona lokale. Vangel Gjoka është një peshkatar i vjetër i Vlorës dhe që këtë aktivitet e ushtron prej 50 vitesh, sa për pasion, aq edhe për të kompensuar të ardhurat financiare. Ai thotë se prodhimi vendas ka rënë ndjeshëm dhe kjo gjë ka disa faktorë. Tani varet edhe rrymrat. Rrymra më tepër këtu peshku i qeri i brendshmi është barbuni, kocja, që janë të vëndi, po ka dhe peshë që vinë në sezonin e tyre të pjelljes. Në muaj dhjetor, zakonisht vinë kocja. Kocja që vinë në jashtë djetë, që fute brenda një gjë që edhe vezët. E rri deri në janar. Pastaj ikën prap ajo kocja e ardhur. Këtu ngelen prap ato kocet të vendit. Këtu bashkojnë ato. Të vendit me ato, edhin vezët edhe ikin. Ja. Prodhimi ka rënë apo jo? Prodhimi ka rënë. Bardh dhe rrymrat, se këtu vinë peshk më tepër që zëmne tani, jo të vendit, se i vendit ka rënë që si ta shumë kocja, mura, barbuni, më tepër që zëmne, peshkatar zëm peshk të ardhur, peshk pelagjik që vinë palamidi, koloi, stavridi, merluci, këta presim më tepër ne, peshkatarët. Se peshku i vendit të tash ka rënë, barbuni e këto, është i vendit, po gjuajt e këtu, gjuajt e një dit, more 10 kg fjallavjen, ditën do marrësh 1 kg. Gjoka thot se ka rënë ndjeshëm edhe sasia e peshkut në një kohë që po shtojnë mjetet e peshkimit dhe rjetat. Po qa do mbullet këtu. Nuk ka do. No, ka rënë prodhimit qatë ashu, ka rënë. Këtu janë për gjithë ato, gjithë një shtojnë mjetet e peshkimit, shtojnë rjetat. Pra ka të shtuara, janë shtuar? Shumë janë shtuar. Në qoftë se, do me thënë, kur shtojnë varkat, paksohet prodhimi, se në qoftë se brenda një gjë, yri 1 kuintal, do ndanë në 10 varka fjallavjen. Atere, qa do marri peshkatari? Edhe në këto ditë peshkimi ka qenë i dobët, pasi për shkak të përkeqësimit të motit, peshku është larguar nga ujrat tanë. Nuk kanë zënë gjë, nuk po zënë këto ditë se ka bërë dhe koha këte, koha zakonisht ku bërën veri lindje. Jug lindje e largon dhe ujrat ja si ka nikur. I shtynë ujrat, iken andeja, diku fryen ujrat, andej fryen a Karabruni tani. Edhe këtu dalin sekinat.